sepse në fillim është kështu. Pastaj fillon të bëj udhëtime jashtë trupit, pastaj fillon të ketë ankth, pastaj shumë gjëra tjera. Dhe ndonjëherë është thjesht një grop e madhe, sepse ajo grop zgjerohet, sepse aty nuk është më Zoti, aty ka gjëra të tjera. Jeta dhe ti jeton në një frymë mashtrimi, sepse ka njerëz që në fundit i shikojnë këto gjëra. Do me thënë, mendoj një i rritur që flet si një fëmijë, një i rritur që i nderohet pelena, sepse për këtë po flas. Duket normale. Dikush shikon dhe mendon, çfarë ka të? Është normale apo ja? Gjithmonë shohim të rritur që shndrohen në panelet vogla nga të gjithë. E prit? Domosdoshmë, personi fillon të telefonaj. E drejtë, e gabuar dhe e gabuara, e drejta është normale. Duhet të jeni të kujdesshëm. Zoti Perëndi nuk na lejon ta bëjmë këto. Nuk duhet të shkruhet as në Bibël, duhet të jetë matematikisht, që nëse besoj në Zot dhe nuk mbështetem në asnjë njeri apo praktik. Amin. Duhet jetë normale, po nuk është. Në rregull, le të shohim këtu. Se nekromancët, do me thënë njerëzit që therasin shpirtrat, shkojnë te dikush dhe pyesin se kush po manifestohet. E kuptoj që ndoshta nuk e di, ke humbur dikë në familjen tënde, dhe me të vërtet do ta dëgjosh djalin tënd, nënën e tij, të flas sepse i ka marrë malli për shtëpinë. Shumë njerëz kërkojnë spiritizmin, edhe kur kanë humbur dikë nga familja dhe duan të dinë, thon hajde dhe atëherë ajo person thot gjëra të vërteta. Po mami, të kujtohet kur shkuam në park dhe nëna. Është ai, e njoh. Djem, Bibla thot, thoni me mua, Bibla thot që nuk është e mundur. Pra, nëse nuk është e mundur, kush manifestohet? Më thani jo. Nëse nuk është e mundur që një person që ka vdekur të kthehet, kush manifestohet? Demon, që është e qartë se i njohin historitë, po flasin për botën shpirtërore. Prandaj mos mendo, në fillim duket bukur, djalli nuk vjen me brir, në fillim gjithçka duket e qetë, gjithçka e këndshme, por nuk është ashtu. Me kalimin e kohës, Bibla thot sa i vjen për të vrarë, për të vjedhur, për të shkatruar. Ky është qëllimi i tij, jeta e këtyre njerëzve. Këta njerëz janë gatruar kështu. Ajo që më duket më absurde është që ka njerëz që janë të aftë të paguajnë shumë para për të marrë gjëra në këta persona. Pastaj konvertohen dhe thojnë, po pse ne japim ofertë në kish? Unë them, nuk e di. Ne edhe një zonjë kishte shpenzu 2.000 euro për ëmbëlsira. Unë them, po, sa kushtonin këto copa ëmbëlsirash? Ra, ajo i bënte tortën dhe i thoshte, ha, sepse kështu burri yt do të ktheret. Dhe ajo filloi të hante dhe hëngri 2.000 euro ëmbëlsira. Do me thënë, ha tortën, dhe burri gjithmonë e më shumë i lidhur me tjetrën. Ajo gjithmonë e më e vetmuar dhe gjithmonë e më e varfër. I kam shpenzuar të gjitha pasuritë e mia për ëmbëlsira. Pra, sipas jush, pse djalli po luan me jetën e këtyre njerëzve? Ka disa që janë mashtrues, të tjerë jo, po t'i hap porta të mëdha drejt botës shpirtërore. Dhe bota shpirtërore ekziston. Djalli do të vjedh, të vras dhe të shkatërrojë. Dhe kështu ndodh, vdes një zotëri që quhej ishte i pasur, dhe ishte edhe një tjetër i varfër quhej Lazar dhe pastaj ishte i pasuri. Dhe kur vdes Lazari, ai është në praninë e Zotit. Ndërsa Enrico thot, dërgjoj Abraham, sepse ishin aty duke biseduar me Abrahamin, a mund të dërgojmë dikë këtu në tokë, tu thot të afrëm vetëm mi që në fund të fundit kemi gabuar? Dhe Abrahami thot, ata tashmë i kanë profetët, tashmë kanë njerëz aty për t'ua thënë. Sot Zoti po përdor mua për të ta thënë ty. Nëse nuk do të besojnë atyre, nuk do të më besojnë as mua. Mund të zbresë edhe Abrahami për të thënë që nuk është e drejtë. Dhe pastaj thot diçka të mrekullueshme në Ungjillin sipas Lukës. Ka një humner midis nesh dhe atyra. Gotot që nuk ka asnjë mënyrë për të kaluar nga një realitet në tjetrin. Ata që do të shfaqen do të jenë demon. Ka një pjesë shumë interesante në Bibël që flet për këtë, që është gjithmonë shumë, që është nga profeti Samuel në 1 Samueli 28, nga vargu 7 deri në 20, ku thuhet kështu: Atëherë Sauli u tha shërbëtorëve të tij, më gjeni një grua që ditës rras shpirtra, dhe unë do të shkoj tek ajo për ta pyetur. Shërbëtorët i thanë, në Endor ka një grua që thret shpirtra. Atëherë Sauli u maskua, veshi rroba të tjera dhe u nis i shoqëruar nga 2 burra.
Tani, let ndaleni këtu. Sauli vet kishte nxjerrë një ligj. Kushdo që bën praktika magjike ose thërret shpirtra, të dënohet me vdekje. Kush e kishte bërë këtë? Sauli, kush po kërkonte shpjetrat? Sauli, gjithmonë kështu këta sundimtarët e bukur. Atëherë thot që ai u maskua. Pse u maskua? Bibla na mëson që ai ishte 20 cm më i gjatë se të gjithë burrat e asaj kohe. Pra ishte shumë i gjatë dhe ishte dhe mbreti. Kështu që me siguri ka bërë si ai te Zoti unazave dhe ka shkuar të kërkojë këtë grua. Shkuan natën sepse natyrisht kishte frikë nga gruaja dhe Sauli tha: "Më trego të ardhmen, të lutem, përmes thirrjes së një shpirti dhe më bëj të ngjitet ai që do të them." Gruaja ju përgjigj: "Ja, ti e di çfarë ka bërë Sauli, si I ka zhdukur nga vendi thirrësit e shpirtrave dhe magjistarat. Pse atëherë po më ngre kurth për jetën time që të më bësh të vdes?" Sauli ju betua asaj për Zotin dhe I tha: "Ashtu siç është e vërtetë që Zoti jeton, asnjë ndëshkim nuk të prek për këtë." Atëherë gruaja tha: "Kë duhet ngjam?" Ai ju përgjigj: "Më ngjall Samuelin." Dhe kur gruaja pa Samuelin, bërtiti dhe I tha Saulit: "Pse më ke mashtruar, ti je Sauli?" Mbreti tha: "Mos u shqetëso, çfarë sheh?" Gruaja I tha Saulit: "Shoh një qenje mbi njerëzore që del nga nën toka." Dhe ai asaj: "Çfarë formë shta?" Ajo u përgjigj: "Është një plak që ngjitet dhe është I mbështjell me një mantel." Atëherë Sauli e kuptoi. Thoni si e kuptoi Sauli? Që ishte Samueli. U përkul me fytyrën përde dhe ju përul para tij. Samueli I tha Saulit: "Pse më ke shqetësuar duke më ngjallur?" Dhe Sauli u përgjigj: "Jam në ankth të madh, sepse filistejt më kanë shpallur luftë dhe Zoti është tërhequr prej meje." Thoni si është, Zoti është tërhequr prej meja. Dhe nuk më përgjigjet më. Thoni, nuk më përgjigjet më, as nëpërmjet profetëve, as nëpërmjet ëndrave. Prandaj të kam thirrur ty që të më tregosh çfarë duhet të bëj. Dhe Samueli tha: "Pse më këshillon mua, kur Zoti është tërhequr prej teje dhe ti e bër armiku I tij? Zoti ka vepruar ashtu siç kishte paralajmëruar nëpërmjet meje. Zoti po ta heq mbretërinë nga dora dhe po ja jep një tjetri. Davidit, sepse nuk ju bin zorit të Zotit, nuk e le të shfryj zemërimin e tij kundër Amalekut. Prandaj Zoti të trajton kështu sot. Bashkë me ty, Zoti do t'ia dorëzoj edhe Izraelin në duart e filistejnëve, dhe nesër ti të bitë e tu do të jeni me mua. Zoti do t'ia dorëzoj gjithashtu edhe kampin e Izraelit në duart e filistejnëve." Atëherë Sauli ra menjëherë përmbys, I shtrirë për tokë, I tmerruar nga fjalët e Samuelit. Ai ishte gjithashtu I dobët, sepse nuk kishte ngrënë gjithë ditën deri në mbrëmje. Kujdes. Zoti nuk I përgjigjet mbretit Saul. Zoti thot se nuk do t'ju përgjigjem as nëpërmjet ëndrave dhe as nëpërmjet profetëve. Nuk dua t'ju përgjigjem më. Kështu që ky vjen, thret një frym dhe Zoti thot: "Në rregull, hajde, do t'ju përgjigjem." Këtu ka 3 teori, të dhëna nga teologët. E para është, jo, është një histori e trilluar thjesht sa për të thënë, është më pak e besueshme. E dyta është, mirë, Zoti bëri një përjashtim sepse donte të jetë diçka. Dënon Saulin dhe gjithashtu shumë pastor që janë të këtij mendimi, por është e pamundur, Zoti nuk shkon kundër vetes së tij. Nëse ai nuk do të përgjigjet, nuk bën përjashtim, thjesht nuk do të përgjigjet. Kush ju përgjigj? Shiko, ne kemi dhe më tha, ai nuk e pa. Nga përshkrimi I asaj gruaje I dukej se ishte Samueli, por nuk mund të ketë qenë Samueli, së pari sepse Samueli I bindet Zotit, dhe Bibla thotë që nuk mund të kthehesh. Ishte me siguri një demon që njihte dënimin që Zoti I kishte dhënë Saulit. Ajo që më tremb është se edhe sot do të isha këtu me ne, pra I dha edhe një të ardhmë Saulit dhe familjes së tij. Bibla thot jo, thoni si është, Bibla thot jo. Atëherë, ndërkohë që Bibla thot jo, Bibla thot gjithashtu në letrën drejtuar hebrejve se Zoti ka caktuar që njeriu të vdes vetëm një herë, pas kësaj vjen gjykimi. Thoni si është, sa herë vdes njeriu? Vetëm një herë, ndoshta kemi pasazhin që këtu nuk e kam. Jo, e kemi. Hebrejve 9:27 Bibla, siç është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë, thënë që është caktuar. Pra, nuk mund të ketë reinkarnim. Se Bibla është kundër reinkarnimit? Sepse reinkarnimi thot kështu: nga jetë në jetë, unë pastrohem derisa të bëhem një shpirt drite. Do me thënë një person I përsosur.
Nëse do t'ishte kështu, për çfarë ka ardhur Jezusi në tokë? Asgjë, është një shëtitje, sepse Bibla thotë që Jezusi vdes për mëkatet tona, që ne të kemi jetë, ai na pastron nga mëkatet tona. Nuk kam se të vdes dhe të rilind, të vdes dhe të rilind që të pastrohem, ai më ka pastruar tashmë. Prandaj, reinkarnimi mohon atë që Jezusi ka ardhur të bëjë në kryq. Për këtë arsye, Bibla thotë jo. Atëherë, pra, si përcaktohet që burrat vdesin? Skëtari? Gjyqin dhe djanë. Më tregu ku e ke vendosur purgatorin këto. Nuk ekziston. Nuk ka purgator. Por Kisha Katolike shpiku purgatorin në shekullin e 12. Purgatori nuk ekzistonte. Purgatori edhe atje, si lindi, si është da. Fillimisht vinte nga një tradit nga Talmudi ku thuhej. Në Talmud thuhej se pasi një person vdes ka një kohë pastrimi, por më thuhet ku, si, kur. Është një ide nga Talmudi gjetur në Venecia. Pastaj purgatori konsiderohet si një vend ku shpirtrat vuajnë. Pra, ti je atje duke vuajtur për të pastruar. Unë kam bërë këtë, atëherë rri atje 1000 vjet për të pastruar, sepse ke vrar dikë dhe pastron. Të duket se është një zot dashurie, vërtet të mban në burg për 10-20. Pastaj janë meshët, mesha për shpirtrat e purgatorit. Paguan për të parë nëse e nxjerr atë hall të keqe nga purgatori, sepse thonë që për të dalë nga purgatori, ose duhet të bësh mesh në sufragjio, si me thënë, hajde zot ta përshpejtojmë këtë proces të vogël, ose prej këtu lindin indulgjencat. Sot nëse shkon në Rom dhe kalon nga porta e Vatikanit, të gjithë mendojnë se mëkatet janë falur. Djem, këto janë shaka që po bëjmë, këto janë gjëra që kanë lindur në epokën e errët të kishës për të grumbulluar ekonomi. Nuk ekziston kjo. Luteri u rebelua sepse shkonin atje dhe thoshin, do të shkosh në parajs? Po, do që nëna jote të shkojë në parajs? Nëna ime ka vdekur. Ti do që të shkojë në parajs, në ferë ku në parajs, dhe nëse nëna jote është në purgator, duhet ta nxjerrësh prej andej. Kështu lind kjo teori, ashtu siç lind teoria që shpirtrat e shenjtë, pra Maria, shenjtorët e ndryshëm, Shën Francesku, të gjithë ata që kanë pasur një jetë të mirë, pra që nuk janë këtu, sipas kësaj teorie, kanë shumë merita dhe kanë hir në bollëk, sepse ata kishin për vete dhe edhe për të dhuruar, sepse ishin shumë të shenjtë. Pra, nëse unë paguaj dhe bëj një mesh ose diçka, Maria ose Shën Francesku, Shën Pepino, Shën Antoni që ishin njerëz shumë të mirë, më dhurojnë pak nga gjërat e tyre të mira dhe unë, duke pasur pak nga gjërat e tyre të mira, mund të shkoj më lehtë. Duket, nuk e di, si pikët e miljet të avionit, blej mili që të shkoj në klasën e parë. Pra, është një marrëzi, nuk ekziston. Nuk ekziston, biblikisht nuk ekziston. Thuajeni, biblikisht nuk ekziston. Dhe pastaj thot, pastaj ne ndërmjetësojmë, ne nuk ndërmjetësojmë. Bibla thot kështu te Timoteu, ka një ndërmjetës me Zotit dhe njerëzve, ka një ndërmjetësues që është ulur në të djastën e Atit, ndërmjetëson për ne dhe emri i tij është Jezu Krishti. Kështu është shkruar, por njerëzit nuk e lexojnë Biblën, lexojnë Vanity Fair, prandaj nuk dinë asgjë. Kështu është shkruar, ka një ndërmjetës. Thuani si është, thonë? Po, atëherë Maria ishte një grua e mrekullueshme, fantastike për të imituar besimin e saj. Francesku ishte një burr i jashtëzakonshëm. Antoni, Shën Antoni, një njeri që e donte Zotin, por ata nuk mund të ndërmjetësojnë për ty, sepse nuk janë Zot. Karakteristika e Zotit është që është i pranishëm kudo. Thuani si është Zoti? Do të thotë që është kudo, i gjithdijshëm, do të thotë që di gjithçka. Kushdo që merr këto karakteristika quhet idhujtari. Dikush thot, por unë nuk adhuroj idhuj, apo jo? Nëse ti thua që dikush tjetër është i pranishëm kudo, i gjithdijshëm, kjo është idhujtari. Vetëm Zoti është i pranishëm kudo, i gjithdijshëm. Do të thotë që vetëm Zoti mund të jetë. Në Japoni, në Campinas dhe në Milano në të njëjtën kohë. Nëse i pyes Marin, Shën Jozefi, njerëz të mrekullueshëm, ata nuk mund të jenë në të gjitha vendet në të njëjtën kohë, sepse do të ishin të kudo ndodhur dhe të gjithdijshëm. Dhe nëse them se të gjithë janë të kudo ndodhur dhe të gjithdijshëm, unë jam idhujtar. Naqja thjesht. Amin? Bibla, ti thua si? Bidja. Shikoni pra, se si lindi së pari duke lexuar Talmudin, pastaj etërit e kishës, Shën Agustini është ai që filloi me këtë ide të purgatorit.
Dhe pastaj do t'u jap datat në skolastik, që është një lëvizje teologjike shumë e rëndësishme dhe me ndikim të madh në historinë e mendimit perëndimor, ata filluan në shekullin e 12 të thoshin. Kjo periudhë shënoi një ndryshim të madh në mënyrën se si trajtoheshin çështjet teologjike dhe filozofike. Fillojnë të thonë ndoshta ka një purgator për vetëm në Këshillin e Lionit në vitin 1274 dhe pastaj në Këshillin e Firencës fillojnë ta pranojnë këtë doktrinë dhe shikoni, në Këshillin e Trentos 1545 deri 1573 kisha zyrtarisht thot ekziston doktrina e purgatorit, për 1500 vjet nuk kishte ekzistuar. Sepse nëse ti shkon dhe lexon Biblën ose lexon të vetmin historian që ka treguar për 300 vitet e para të Krishterrimit, që quhet Eusebi i Cezareas, nëse ti lexon të vetmin dokument ose lexon Didaken, që janë dokumente të shkruara nga apostujt e apostujve, kjo doktrinë nuk ekziston. Ajo lindi shumë vite më vonë, pas shumë trazyrave të kishës për të mbajtur njerëzit nën kontroll. Dhe për thënë, nëse do të shkosh në parajs, ke nevojë për mua, ke nevojë për meshët e mia. Nëse ti do të shkosh në parajs, ke nevojë vetëm të pranosh Zotin Jezu Krisht në jetën tënde. Biblia thot që me zemër beson, me gojë rrëfen se Jezusi është Zoti. Biblia thot se mjafton që ti kërkosh falje Zotit, dhe nëse kemi mëkatuar, siç thuhet atje në letrën e parë të Gjonit, kemi një avokat pranë Atit, i mirë dhe i drejtë për të na falur të gjitha mëkatet tona. E vetmja gjë që duhet të kem për të falur dhe për të shkuar në praninë e Zotit, është t'ia dorëzoj jetën time Jezusit dhe të besoj në sakrificën që ai bëri në kryq. Cili është sakrifika që ai bëri në kryq? Ai mori gjitha mëkatet tona. Është sikur t'i vendosnim këtu në këtë kosh të gjitha gjërat e tmerrshme të botës. Mendo për të gjitha gjërat e tmerrshme. Luftrat, bombat, pedofilia, abuzimet, zemërimi. Mendo sikur të ishim të gjitha këtu. Çfarë do të bëje me këtë kosh? Thuaj ti. Do të kishim shpërthyer, shkatëruar, bërë. Është kështu, Biblia thot kështu, Jezusi ishte ky kosh, Biblia thot Jezusi ishte trupi i mëkatit. Do me thënë, ai mori gjithë gjërat e tmerrshme të botës, dhe çfarë bëri pastaj Zoti me gjithë ato gjërat e tmerrshme të botës? I shkatroni si? E vendosi në një kryq, sa herë që ti dëgjon shikullimin? Nuk ishte zemrimi i Zotit kundër Jezusit, ishte zemrimi i Zotit kundër mëkatit të botës. Jezusi mbante mëkatin mbi vete, e kiste mbi shpinë. Për këtë arsye, kur sheh gjak, Jezusin që vuan, nuk është Jezusi biri i Zotit, sepse ai hyn në botë dhe Zoti thot, ja birin në të cilin jam kënaqur, unë e dua, dëgjojeni atë. Por thot se zemrimi i Zotit ishte kundër mëkatit të botës. Trupi mëkatit, ai sa është vërtet që në Isaia 43 thuhet kështu: Zotit i pëlqeu ta përulte atë me dhimbje, sepse nuk po përulte birin e tij, po përulte trupin e mëkatit. Zoti e urren mëkatin dhe urrëtia ndaj mëkatit që shkatëron jetën tonë ishte e gjitha mbi trupin e Jezusit. Për këtë arsye ai është i kryqëzuar. Ai kryqëzon të keqen, dhe nëse ti do të jetosh me hirin e Zotit pa u sunduar nga mëkati, ti thua Zot, atëherë unë e hedh mëkatin tim mbi kryqin tënd, që 2000 vjet më parë ishte atu për mua. Dhe nga ai moment ti ke akses në praninë e Zotit dhe mund të jetosh me të përgjithmonë. Nuk ka më nevojë të pastrohet asgjë. Ai ka vdekur tashmë. Ai e ka kryer tashmë. Një sakrificë vetme. Amen. Dhe ka vendosur që të vdesësh vetëm një herë, pastaj vjen gjykimi. Nuk ka 1000 vjet purgator. Tot sa po vdes, merremi ne. Kjo gjë nuk ekziston. Hajde tani. Pra, pasi dikush vdes, ai e ka bërë tashmë zgjedhjen e tij. Zgjedhja bëhet sa je gjallë, nuk bëhet kur ke vdekur. Vdekja nuk e shëntëron askënd. E di që shkoni në varrime dhe dëgjoni vetëm gjëra të bukura për të ndjerin. Antonio, njeri i shenjtë. Dhe njerëzit aty thojnë, i shenjtë çfarë? Drejt? Vdekja nuk e shëntëron askënd. Mos prit të vdesësh, sepse kemi njerëz që janë djalli që ecën mbi tokë, pastaj vdesin, ai njeri i shenjtë çfarë? Këtu vendos, nuk është nesër, është sot dhe është tani. Nëse do të binte një bombë mbi ty tani, nëse do të ishe atje në Izrael, shpresojmë të mos ndodh.
Duhet jesh gati sot, duhet marrësh vendimin tënd, sot është dita e shpëtimit, nuk pritet, ti nuk e di si do të jetë nesërmja, mos e shtyr t'ja japësh jetën tënde Zotit dhe të bëhesh seriozisht me Zotin, sepse sot është dita e ndryshimit, sot është dita e zgjedhjes, sot është dita për të falur njerëzit, sot është dita për të bërë paqe me Zotin, sot është dita që Zoti ka bërë, sa ditë e mrekullueshme është sot. Amin. A e mani men Saulin kur ju desh të thërrisni një djalë të vogël të quajtur David për të luajtur në harp sepse e shqetësonte diçka? Ai ishte i përndjekur nga shpirtrak. Ai nuk mund të flinte më, dukej sikur ishte i çmendur. Ka njerëz, shpirta të çmendurisë, që fillojnë të hinë në jetën e njerëzve. Po pastor, a është e gjitha shpirtërore atëherë? Jo. Kur ndjek njerëzit, vërej 3 gjëra. Spari, me qenë se jemi frym, shpirt dhe trup, kjo quhet trikotomi, të qenit në gjendje të studiojmë qenien njerëzore, Bibla e ndan kështu. Pra, 1. Trup. Ai person është i sëmur, ka kancer në mushkëri. A pinte duhanaj? Po, 3 pako ndik. Nuk është shpirtërore, ato quhen 3 pako. Jo, demoni ti. Nëse e përdor shumë trupin tim, e përdor shumë trupin tim. Nëse vrapoj shumë, dhe ndoshta më vem gjyri, sepse vrapoj shumë, kjo ndodh sepse po përdor trupin tim, apo jo? Jo në helef. Nëse nuk e bëj, kujdesem për trupin tim, madje mund të vdes. Dhe kjo s'ka lidhje me demonët. Pastori Subira na tregoi për një herë kur shkoi, pra në një konferencë, ishte një burr që po hante pullë dhe sallat. Ai ishte shumë i shëndosh në atë kohë. E dini që pastori Subira ka humbur gati 100 kg. Dhe Zoti i thoshte, kujdesu për veten, je i ri. Një herë isha në shtëpinë e tij dhe mora një mjek me vete. I thash, thuaj ti që je mjek, sepse kisha frikë për të. I thash, unë jam shumë mirë, sa po kam bërë analizat, gjithçka në rregull, mund të ha çfarë të dua. Dhe ky mjeku i tha, mbaje mend, shëndeti është si karta e kreditit, gjithçka do ta paguash në fund. Dhe kjo frazë e bëri të humbiste 25 kg, sepse kuptoi, filloi të ndryshonte. Gjithsesi, shikon këtë dhe thot, pak sallat siç e sheh, çfarë trishtimi është në dietë. Dhe ky zotëri i thot, në një bari ka shumë kohë që ti nuk më ke parë, por unë kam vdekur. Për pak kohë dhe pash Jezusin dhe Jezusi më tha, tani në varimin tënd do të thon kështu, Zoti e deshi kështu, ishte koha e tij, por Zoti thot, unë nuk e doja kështu dhe nuk ishte koha jote, je ti që po e përshpejton. Për mua mund të ishe këtu për shumë më gjatë. Pra, trupi nuk është gjithçka shpirtërore. Ajo është, nëse nuk kujdese mirë, do të kem probleme sepse nuk kujdese mirë. Ha vetëm ëmbëlsira, yndyrna, kanë kolesterol të lartë, fryma e kolesterolit nuk ekziston. Dhe kështu që nuk ka lidhje. Është e qartë, është e kohë të fillosh t'ia shpjegosh vetes ndryshe. Është tempulli i shpirtit shenjtë, ndërkohë që je në tokë kujdesesh për të. Kur të vdesësh, Zoti do të jap një trup të ri, kështu që nëse do të vdesësh më herët, është puna jote. Quhen thjesht zgjedhje. Pastaj ka, pra filloj fillimisht me natyralen, nëse është natyrale, mund të them në rregull, ndrysho stilin e jetës, le të lutemi dhe t'i kërkojmë Zotit të të shërojë sepse gjithsesi je i sëmur. Pastaj është gjëja tjetër, pyes për mendjen e tij. Jo, sepse është një moment kur unë jam keq në rregull. Çfarë ka ndodhur që kur je smur? Siko, burri më ka trastuar dhe që kur më ka trastuar, kam filluar të kem një tumor në gji. Smuljet e gjerit pothuajse gjithmonë vijnë nga mungesa e faljes, pothuajse gjithmonë, por dikush përthen sepse trupi nuk e përballon dot. Tra, ndiku, sepse ajo që ndodh brenda nesh, ndodh edhe jashtë nesh. Nuk jam i vetmi që e them këtë, e dini këtë apo jo? Edhe mjekët e bëjnë këtë pyetje, zotëri, a është gjithçka në rregull? Çfarë ndodhi asaj? Diçka. Kështu që do të shoh nëse ka të bëjë me këtë. Dhe ndoshta në vend që të lutem për shërimin e saj, do të lutem për shërimin e saj shpirtëror, që Zoti ta shërojë zemrën e saj, e cila ka vuajtur kaq shumë që kur u trastua, aq shumë sa kjo ka prekur edhe trupin e saj, dhe këto nuk janë demon, është diçka këtu, një dhimbje në shpirt, dhe pastaj nëse nuk është tek numri 1, tek numri 2, kaloj të numri 3. Nuk ka ndodhur asgjë me trupin tim.
Smundjet shpirtërore, shumë herë personi shkon te mjeku, bën gjithçka që duhet të bëj, nuk ka asgjë, por ajo e di që është e smur dhe janë të gjithë simptomat, mund të jenë disa që do t'i quanin smundje psikosomatike. Mund të jetë diçka shpirtërore. Bibla tregon për një grua që për 18 vjet ecte kështu, shkonte një kish, ishte një bie e Abrahamit. Jezusi e shikon dhe thot, shpirti i smundjes, lëre këtë grua. Dhe ajo ishte një shpirt i smundjes që hynte nga cila anë. Djalli hyn vetëm aty ku gjen një derë të hapur. Dera e hapur është mosbindja, dera e hapur është mëkati. Për këtë arsye, kur një person vjen në kish dhe ne i themi, rregulloj jetën tënde, bashkëjeto, martohu, mos e bëj më këtë. Ne po themi, nuk është se jemi moralist, po themi, mbylli dyert, sepse aty ku ka mëkat, ka hapësirë që djalli të bëj fest. I shkoven të gjitha këto praktika, kërkoj falje Zotit, mos shko më në këto praktika. Sepse në këtë mënyrë ai mbyll dyert dhe djalli nuk hyn, sepse është hajduti hyn aty ku gjen mundësi. Amin. Dhe duke i mbyllur këto dyert, ne hapim dyert e parajsës. Shikoni një shembull klasik, të 10-ën. Jepni 10-ën tuaj, e 10-a e asaj që keni i përket Zotit. Dhe kështu është shpruar. Sepse kur nuk i japim Zotit ato që i përket atij, ne tërheqim mallkim mbi veten tonë. Por thotë se kur ti bën një hap drejt Zotit dhe fillon t'i japësh atij atë që i përket, Bibla përcakton që 10% të ardhurave tona i takon Zotit, thotë, do të shohësh si do të hapen portat e qiellit mbi ty. Shumë mendojnë se do të bëhen të pasur dhe se nesër do të kem para. Portat e qiellit në të vërtet nuk do të thot para, do të thot bekime. Ndoshta unë po i ofroj Zotit dhe djali im kthehet në besim. Nuk ka marr para, por ka marr një kthim në besim. Unë po e nderoj Zotin me të ardhurat e mia dhe ndos diçka, si për shembull që në shtëpinë time hapet një dorë pune, sepse portat e qiellit, pra, disa thonë, unë jap 10 shëntime, por ende portat e qiellit, do të thot që qielli hapet mbi ty. Pra, në teori, unë po bëj diçka praktike njerëzore, marr 10% dhe e vendos këtu, dhe shpirtërisht ndodhin gjëra. Bota natyrore komandon botën shpirtërore, dhe bota shpirtërore vepron brenda botës natyrore. Amin? Dhe së bashku. Kur rastësisht i ke shpenzuar të gjitha paratë tua për këto praktika, magji, ëmbëlsira, horoskope, çfarëdo që të duash, kur i afrohesh Zotit, bën një akt dëmshpërbrimi, do me thënë, ndan të ardhurat e tua për herë të parë, të 10-ën tënde të parë dhe thua, Zot, të kërkoj falje që i ke përdorur paratë e mia për këtë botë. Dhe sot e sill në shtëpinë tënde për të nderuar. Fjaga e Perëndis në Proverbat thot ndero Zotin me pasurinë tënde dhe të thuash se unë e di që edhe ajo që ha vjen nga ti. Dhe kur e bën këtë, ti hap portat e qiellit mbi veten tënde. Dhe midis teje dhe ki. Amin.